Pjetër Bogdani, dritë që nuk u shua kurrë. Në një kohë kur errësira mbulonte Europën juglindore, një dritë u ndez nga zemra e arbërisë. Një zë që vinte nga toka e maleve i përullur, por hynor në shpirt. Ky ishte zëri që do të zgjonte një komb nga gjumi i harrimit. Ai quhej Pjetër Bogdani, prift, filozof, strateg e dietar. Një burr i fjalës, i mendimit dhe i besimit. I arsimuar në Rom në zemrën e dijes europiane, por i kthyer për të ngritur kombin e vet me pende e shpirt. Lindi në gur të Hasit, në Dardani, në një vend të vogël, por me rrënje të thella shqiptare. U kthye për të zgjuar popullin e vet, jo me armë, por me dritë. Në një kohë kur shumë popull nuk kishin as alfabet, Bogdani shkroi librin e parë të plot në gjuhën shqipe. Qeta e profetëve, kryevepra që bashkoi besimin me shkencën, arsjen me shpirtin, dijen me shenjtërinë. Ky libër u ruajt, u përkthye dhe u ndërrua në Venedik, në Vatikan dhe në Paris. Një dritë e vogël shqiptare që ndriçonte në bibliotekat e Europës. Në Venedik u shtyp libri që do të zgjonte një popull të tërë. Një sukses i jashtëzakonshëm për kohën. Por Bogdani nuk ishte vetëm shkrimtar, ai ishte luftëtar. Në kryengritjen e madhe të udhëhoqi shqiptarët për krah austriakëve kundër perandorisë osmane. Në Prishtinë, në Prizren e në Shkup, ngriti shpresën e lirisë. Edhe pse sëmundja e mori në fund, ai nuk u dorëzua asnjëherë. Në frymën e fundit tha, më mirë të vdes për dritë se të jetoj në errësirë. Pas vdekjes, osmanët e hodhën trupin e tij në rrugë, por populli i tij nuk e harroi. Fjalët e Bogdanit u bën zjarr, libri i tij u kthye në dritë që nuk u shua kurrë. Shekuj më vonë, fryma e Bogdanit u rilind te Gjergj Fishta, Fan Noli, Ndrem Jeda dhe Shtjefen Gjeçevi. Ata morën pishtarin e tij dhe e bën flak kombëtare, duke vazhduar atë që ai nisi me pende e shpirt. Ata e kuptuan se drita që ndezi ai ishte flaka e diturisë për gjithë kombin. Në çdo fëmijë që mësonte shkronjat e para shqip, rinte e fshehur hija e Bogdanit. Pa Bogdanin, s'do të kishim rrugën drejt rilindjes kombëtare. Sepse çdo fjalë e tij është një kujtesë se identiteti fillon nga gjuha. Vepra e tij ruhet sot në bibliotekat e Vatikanit, Venedikut dhe Parisit. Në ato faqe të zverdhura gjendet zëri i një kombi që ringjallet. Çdo fjalë e tij është një kujtesë se identiteti fillon nga gjuha. Nga ajo gjuhë që ai e mbrojti me jetë e pen, lindi vetëdia jon evropiane. Ai ishte pararensi i lirisë, i mendimit dhe i Evropës shqiptare. Një prift që e deshi kombin më shumë se veten, një mendje që lidhi tokën me qiellin. Pjetër Bogdani, një dritë që nuk u shua kurrë. Trashëgimia e tij mbetet themeli i shpirtit shqiptar, një dritë që udhëton përmes shekujve. Martin Zef Sokoli,